E qysh si pas me... Nenit 26 u shkel me të dy komë zëtni dashtun. Edhe qitu dhe mund përmojnë pjesë në një komplot. Kërejt, edhe jurista, edhe gjukatës, edhe prokuror, edhe opozitarës, edhe këtë. Adini pse, këta ish opozita për i tutën zgjedhjeve, e kërë e ka synimin zgjedhjet, amo jo tash, po me i shty sa të mund. Që kjo është situata. Po tash, për nenin 30, nenin 30, nenin kufizimet. Asë një stilet me 2 poste me mojnë. Adim pse u bo kjo ta ulat. Kjo u bo për me evitu konfliktin e interesit. Mus me qenë se kuvendi e kontrollon qeverin. Nëse jeti ham kuvend, ham qeveri, s'ko kontrol. E vërtet është, ashtu është bo, sepse janë pushtetet e ndara. Qëllimi është që më qenë pushtetet e ndara, kuvendi me pasa. Sa është Albini bon të dy? Jo, nuk bon që është Albini, po nuk është qeveri me përgjësit të kufizume. Zavez kryem ministri Bislimi nuk është deputet, ishdash me vazhdu qeveri kujdestare, në detyrë. Ose Zavez ministrat që s'jon deputet. Ajde, është interpretimi dhe, nuk do me falë është gjukatës kushtetuse, më falë. Ane është rasti gjukatës kushtetuse për e presim, po nuk është uzurpim ose konsiderat. Jo, po që të qështje gjukata kushtetuse ka... Uzurpim ose jo, avokati Skënder Musa. Urdhra. Nuk është uzurpim, se termi uzurpim kupton me hy me dhunë, me vendos një autoritet edhe një pushtet faktik mbi qatë objekt. Është keq përdorim. Edhe pavarësisht profesorë kena pasur në verin me siguri edhe talonte edhe mirë po për interpretimet ligjeve do të me punu mbrana në institucione, do të me konë me punu mbrana në sistem drejtësisë, edhe këto është një problem. E përmeni pak talonte në fillim. Që ky ligji për qeverinë, nëse është kundërshtim me dispozitën kushtetuese, atëherë do të me zbatu direkt dispozitën kushtetuese. Po, është hierarkia. Këtë botën, po flasë kur thëmë këtë botën demokratike, ku funksionan sistemi juridik, politik, në bazë parimit shumicë edhe të pakicë që respektohen drejtat e gjithë përfaqësuesve të popullit ato, është e parapamet që partia që është në detyrë, është në detyrën deri sa të shkon kryeministri e ministri i ri. Ne kemë sistemin shumë nga të Malzi. Në Malzi, Partia Socialiste, Milo Gjokanoviqit i ka fitu shumicën. Mirë po, edhe kryetarin, edhe kryeministrin, edhe presidentin e kanë zgjedhur partitë që e kanë bërë shumicën. Në aspekt